është shumë mirë që në vitet 2024-2025 ka pas një koordinim ndërinstitucional midis organeve të sigurisë, të inteligjencës dhe të drejtësisë në ndjekjen e rasteve të tilla kur kemi pasur të bëjmë me spionazh, i cili reflektohet shumë në sabotim dhe dezinformim, në përpjekje për destabilizim të vendit, të sistemit ton politik, të cenimit të sovranitetit e të integritetit territorial, dhe ne kemi qenë si qeveri gjithmonë në mbështetje të kësaj ndërmarrje, e cila është e re në vendin ton dhe e cila na gëzon shumë për sigurinë në shtetin ton, veç se në anën tjetër edhe na vije një çik keq që nuk ka ndodhur në të kaluarën. Pra, Serbia dhe aleatët e saj në radhë të parë, Federata Ruse me presidentin despotik Putinin, nuk kanë zhvilluar vetëm luftë me sulme kinetike, me sulme terroriste, me agresion shtetëror, ku e kanë vënë në shërbim edhe gjandarmerinë, policinë, ushtrinë, sidomos shërbimin e tyre sekretbia, por ata njëkohësisht kanë bërë edhe një luftë hibride që nuk është abstrakte, është konkrete. Besoj që rreziku është më i vogël se ç'ishte më herët dhe është duke u zvogëluar. Nuk e kemi ditur se sa në rrezik të madh kemi qenë, por tash nga të gjithë ata që u arrestuan për spionazh, që të gjithë janë ose në paraburgim ose tashmë të dënuar, dhe ju dini që ne në Kosovë kemi edhe EULEX-in që monitoron proceset gjyqësore. Kosova është vendi më demokratik në Evropën juglindore, që ende nuk është integruar në Bashkimin Evropian, Ballkani Perëndimor, si quhet ndryshe, dhe këtu janë duke u zhvilluar procese gjyqësore fair, korrekt, të drejta. Prandaj qytetarët nuk kanë arsye për breng, por natyrisht që institucionet e shtetit kanë shumë arsye për të qenë vigjilent, për shkak se lufta hibride e Serbisë shprehet shumë në përpjekjet destabilizuese, dezinformative dhe sabotuese të akterëve të ndryshëm, të cilët nuk janë të lidhur vetëm me Beogradin zyrtar, por edhe me Kremlinin, i cili po e përdor Serbinë si një mjet për destabilizimin dhe cenimin e paqes së të sigurisë në gadishullin ballkanik.